Atëherë faleminderit shumë edhe një herë që jeni këtu. Me neve është një ditë e mirë për Kosovën, një ditë që deri tash për fat kemi një qetësi, po tregon populli ynë që janë demokrat, jemi një shoqëri demokratike. Uroj që zgjedhjet e reja të binë një qeveri e cila është pro zhvillimit, pro bashkëpunimit me kryeqytetin, sepse kryeqyteti është edhe motori i zhvillimit të gjithë Kosovës, edhe kemi punë të mëdha tash edhe 4 vite me radhë ta transformojmë kryeqytetin për të mirën e gjithë Kosovës. I kemi edhe lojrat mediterane Prishtina 2030, pra kemi mundësi të mëdha që nëpërmjet kryeqytetit të avancojmë të gjithë vendin. Prandaj uroj që të gjithë qytetarët të reflektojnë, po ashtu edhe kushdo që të mri ta krijojë qeverinë, që të jetë bashkëpunues me njëri tjetrin, pra që t'i shojmë përpara proceset demokratike, të punojmë së bashku edhe me partnerët tanë ndërkombëtar, ta zhvillojmë shtetin tonë ashtu siç i ka hije. E di që kemi njerëz që munden, kemi vizion, mision dhe nuk kam asnjë dyshim që populli i Kosovës do t'i zgjedhë më të merituarit dhe do të kemi një qeveri stabile për 4 vitet e ardhshme me një zhvillim, me një prosperitet të mirëfill për gjithë vendin tonë. Urime Kosovë. Faleminderit. Por në kuptoni një qeverisje që bashkëpunon me kryeqytetin, jo në drejtimin e vetvendosjes për LDK-s dhe një partive tjera? Po unë kam thënë këtë edhe më parë që për fat të keq qeveria kaluar ka qenë bllokuese, sabotuese ndaj kryeqytetit. Uroj që kushdo që t'jetë të reflektoj, pra sepse nuk shkojnë proceset në mënyrë të mirëfillt kur nuk bashkëpunon qeveria me nivelin lokal, posaçërisht me kryeqytetin. E përmenda edhe një herë që na duhet një qeveri e cila është pro zhvillimit, pro bashkëpunimit, jo qeverisje autokrate të cilat mendojnë që vetëm vetë duhet të qeverisin. Kemi kalu këto kohë ku kemi pas sisteme njëpartijake, pra kemi kalu komunizmin, kemi kalu diktatura, edhe nuk na duhen këto gjana sot. Jemi me fat që kemi Kosovën e lirë, Kosovën e pavarur, Kosovën demokratike, Kosovën multikulturale, multietnike, po ashtu edhe kemi multipartijake. Edhe kjo është ajo e bukura e demokracisë, mendimet e ndryshme të cilat bëhen së bashku për një kozë më të madhe. Kjo është edhe e bukura e demokracisë. Pra autokracia është një gjë e të kaluarës e cila duhet ta lojmë mrapa, pra është diçka e stërvjetruar 120 vjet e vjetër ose më shumë, dhe uroj po them që populli të zgjedhë me mendje siç ka zgjedhë gjithmonë, e po ashtu edhe qeverisja e re, po them kushdo që t'jetë, të reflektoj edhe të jetë pro bashkëpunimit me kryeqytetin sidomos, sepse kryeqyteti 50% të buxhetit të Kosovës e paguan kryeqyteti. Prandaj edhe është me interes të madh për gjithë shoqërinë tonë, për gjithë Kosovën, që të kemi një qeverisje mendje hapur e të mirëfillt. Ju faleminderit.